Cili është mendimi juaj për Sali Berishën? President, kryeministër i Shqipërisë, në moshë më e vjetër i parlamentit. 10 herë deputet. E di këta 10 herë deputet? Ai ishte rekordmeni. Erioni 9 herë. Këta 2 keni rekordmen. Ti 1 herë. Sa po kam fillu, ka gjithmonë 1 herë të parë. Po? Dhe siç e thatë dhe ju, vazhdon të jetë deputet i Kuvendit të Shqipërisë. Jo, çfarë thua për Berishën kështu, domethënë tani në politikë aty që merr mikrofonin e çfarë su bën juve? U fut në dhe, u nxjerr, çfarë su thot? Unë nuk ndikohem nga retorika negative e askujt. Sigurisht që do kisha dashur një retorikë më pozitive në atë kuvend që përcjellin mesazhe edhe më të mira përveç qytetarët dhe ata që e ndjekun, por siç e thash, nuk ndikohem nga agresiviteti dhe as nga retorika negative e askujt aty, pavarësisht moshës apo mandateve që mban. Kur ke votuar për herë të parë? Në 2021. Kë votove? Vota është e fshehtë. Ka votu për dëm, duket. Vota është. Pastaj e kthyer këtej. Se po të kishe votu PS, do thoshe ka votu PS, në rregull, ti je deputete. Kështu kuptova. Vota e fshehtë është, po. Ti më the kë për individ. Jo, për kë parti? Sigurisht që për Partinë Socialiste. Partinë Socialiste ke votuar. Ke qenë kështu që në fillim me PS-n apo? Nuk kam pas ndonjë vokacion të veçantë partijak, të them të drejtën, por i përkas një familje që ka pas bindje të majt. Familja kanë votuar Majtas, po. Partinë Socialiste. Gjithmonë. Po si ti je në Duka Gjini dhe ti je i majt sikur s'm del çik llogaria mua. Në Duka Gjin është bërë kryengritja e parë antikomuniste në Evropë. Po pas 90-s gjanat ndryshuan dhe pavarësisht se kishte shumë shpresa të mëdha ndaj Partisë Demokratike dhe ndryshimet që ata mund të sillnin, njerëzit një pjesë e madhe njerëzve u dekurajuan dhe u zhgënjyn shumë shpejt. Dhe liria tyne, liria demokracisë ishte provimi i forcave tjera politike. Tani nga Duka Gjini dhe socialist, është një çik kështu, ta themi troç tani këtë. Po përderisa jena në një sistem demokratik, është liri zgjedhje, dhe me lirinë e zgjedhjes, cila do qoftë ajo nuk ka asgjë të gabimt. Si po qeveriset Shkodra? Shumë mirë. Je kënaqur se e kam parë disa herë ke bërë ca statuse për Becin. Çfarë? Kë vlerëson ti aty? Jam shumë e kënaqur. Shkodrës i ka mungu një përfaqësi e tillë dhe një punë e tillë. Tash janë bërë 3 vjet qyse Partia Socialiste mori bashkinë Shkodër dhe me nënkrye zotin Benet Beci ka pas ndryshime të dukshme dhe investime të dukshme, sigurisht që me mbështetjen shumë të madhe nëpërmjet projekte dhe fonde të qeverisë. Dhe këto investime dhe projekte janë letësisht të prekshme dhe të pashme nga tanë qytetarët apo dhe kalimtarët në Shkodër. Kjo që me hyjmjen e Shkodrës, që me pjesën e fasadave, ndërtimit të shumë rrugëve që edhe në qendër qytetit kishin mungu, dhe projekte tjera që janë në proces po dhe që janë ekzekutuar deri tash, si rruga Shirok Zogaj, rruga Bardhë Duka Gjinit, e cila ka në gjendje katastrofike. Shumë projekte mrena bashkisë Shkodër që ja kanë ndryshuar faqen Shkodrës, por edhe çka është më e rëndësishme, kanë sjellë një frym tre midis njerëzve, një frym më pozitive. Janë të kënaqur atje për këto që thatë ju? Se Shkodranë nuk kënaqen lehtë, Po patjetër janë shumë të kënaqur sepse është letësisht e evidentueshme si ka kanë edhe si është Shkodra sot. Cila zona jote që mbulon ti si deputete? Dyshi. Dyshi në Shkodër, në qytet? Në qytet. Po. Ti je lindur rritur në Shkodër, në qytet. Po. Shkolla e mesme çfarë ke bërë? Tek atë pjetër me shkolla, tek shkolla jezuite në Shkodër. Tek shkolla jezuite? Po. Shkolla elitare? Po, një shkollë shumë e mirë. Shumë e mirë, je kënaqur me nivelin atje. Po. Këtu s'po na thonë një gjë, s'thejë fare këtu. Këtu një vajzë e urtë, kështu, deputete e kujdesshme, s'bëre asnjë gabim, s'thej asnjë gjë për të kështu. Ta themi troç këtë. Unë mendoj që kultura është më e rëndësishme. Jo, kultura po, këtu nuk je për të veshur xhubletën, këtu je për deputete. Kultura flas si parim pikës pari estetik i sjelljes, por edhe edukativ, dhe për mua është kjo më e rëndësishme. Kështu që i qëndroj pjesës që debati dhe diskutimi duhet jetë konstruktiv, bazuar në argumente,
para se t'jeti bazuar në emocione apo çka do tjetër. Tani, përgatitjet për zgjedhjet lokale, si po shkojnë? Me drejtuesin e ri politik që sapo ka ardhur në Shkodër. Në Shkodër, kush është tani drejtues? Ministri i Infrastrukturës Enea Karakaçi. Po? Po, Po ai është andej? është nga Shkodra, po. A Karakaçi është nga Shkodra? Po, është nga qyteti i Shkodrës. Po? Sapo kena kry mbledhjet e para me asamblet për secilën zonë përkatëse të qarkut Shkodër, dhe tash jena në procesin e reorganizimit të organizatave politike dhe të vetë të Partisë Socialiste. Do të jetë një proces që do zgjasin deri në qershor me antarësimet e reja, sidomos të trive, po edhe fokusi është edhe tek Besoj Benet Beci do jetë përsëri kandidat. Edhe tek vajzat. Po. E sigurt kjo? Po. Ja, që na the një gjë të faktin, që Benet Beci do jetë përsëri kandidat. Me pyetet të përgjigja. Jo, më ke devijuar, ke bërë ca devianca. Ja, si, do thënë, i të kanë mësuar mirë aty. Liria fjalës, Roland. Liria fjalës mos thosh asgjë, kjo është liri fjale, kjo është se ka thënë Kiço Blushi, famshëm Kiço Blushi. Kjo është liri censure, tha Kiço Blushi. Jo, ne po diskutojmë. Sa bashki ka qarku i Shkodrës? 5. 5 bashki. Ju keni humbur Pukën, mos gaboj. Nuk kena fitu Pukën dhe Fusharzin. Edhe Fusharzin. Po. Tani si e keni atë? Ka një diskutim aty, do keni një kandidat tjetër, besoj. Çfarë po ndodh me Pukën dhe Fusharzin që keni humbur? Do t'i vjen edhe ato, të gjitha. Pari varet tek reforma territoriale, akoma nuk kena një variant përfundimtar dhe nuk e dina se me sa bashki do jetë qarku Shkodër dhe duhet shohim. Ka një projekt? Ka disa variante, por asgjë përfundimtare deri. Janë thjesht diskutime, por jo të ndome me qarqe, thjesht parimisht diskutime në nivel kombëtar. Kam dëgjuar edhe këtë që për shembull Puka Fusharzi të jenë një bashki. Po, pikërisht mund të jenë edhe një bashki, por nuk është përfundimtare akoma. Sigurisht, është draftit ai, po themi. Po. Por qëllimi jonë është që t'i marrim gjitha bashkit që ka qarku. Të gjitha do të merrni. S'do lini gjë, merrni të gjitha. Ç'a bëni më? Po si doni të gjitha më? Po lëni në një, lëni në një PD-se. Po ja, e lam Pukën dhe Fusharzin dhe nuk po ecin ashtu siç duhet. Po mirë tani, ju ato i sikini s'merrni me ato. Dona të japim edhe aty në mundësinë që të ecin siç po ecin. Do të ju zgjidhje quani vetëm ato që i keni ju. Ne po japim mundësi. Tani atje kur ke studiuar atje në Itali, kështu është demokracia atje, 100% i ka partia që është në pushtet? Po, pushteti edhe politika ambicie këtë ka, që të marrë sa më shumë dhe tjetë sa më e fortë. Në çdo forcë politike kudo në botë. Tani ka që urtë që u bëre këtu, Mariana nuk e di, nuk më habite fare. Okej, kemi ardhur në fund, s'na the ndonjë gjë. Atë që unë kam merak tani është 2 element keni, reformën territoriale që ekziston mundësia që përpara zgjedhjeve të miratohet apo? Po, qëllimi është para zgjedhjeve. Po jo, edhe me një lloj konsensusi. Po patjetër, prandaj janë 2 parti të cilat po merren me këtë reformë. Jo, nëse ata ju kundërshtojnë, si bëhet pastaj, si do zgjidhet? Besoj se do ta gjejmë një rrugë të përbashkët. Po ku jep konsensusin Berisha, Mariana, çfarë thua? Se jepej. Besoj që do e gjejmë një konsensus. Mirë, nëse keni ndonjë kështu pastaj një deal të veçantë. Dhe për reformën zgjedhore, si po ecën? Unë jam antare komisionit të reforma territoriale, nuk jam antare e komisionit të reformës zgjedhore. Po mirë, ka kështu afate kjo reforma territoriale se afati që është vendos është kurriku i këtij viti, por nuk e di nëse do mundin ata arrijmë, mbetet për më u pa. Se për shkak të debateve që ka pas deri tash ndërmjet Partisë Demokratike dhe mospjesmarrjes së tyre në shumë ledhje, e ka zgjat procesin, e ka vonu procesin, por tani do punojmë me intensitet sa më të madh që të mundem me të dyja palët, që të mundina me arrit në këtë afat që kena vendos. Në datën 17 është protesta në Tiranë. Ty të sikletosim protestat e Partisë Demokratike? Jo, as pak. Fare? Jo. Po kur i vëm flakën, kur edhin ca Është drejta e tyre me protestu, por absolutisht nuk bi dakord me këtë formë dhune, sepse besoj se nuk i shërben askujt dhe shkakton një dam jo të vogël të përbashkët të stonë pra asaj që është publike, dhe mendoj që Respublika duhet mbrojt. Diçka që nuk po e ban opozita dhe
që unë të doja që çdo forcë politike në çdo kohë që do protestonte, parësore, primare të kishte pikërisht publiken të përbashtën, sepse ajo është e qytetarëve, nuk është asnjë forcë politike. Kush gaboi, Bora Muzhaqi apo Albana Vokshi në atë debatin e tyre në seancë? Nuk preferoj të flas me emra, por siç e thash edhe më përpara, unë i qëndroj asaj që thash edhe një fillim dhe do ta përsëris prap. Unë besoj dhe du ta shohat parlament të ndryshojë dhe të shkojë më shumë drejt debatit konstruktiv. Mendoj se debati konstruktiv mungon dhe duhet të jetë më i fortë dhe më i pranishëm në diskursin tonë publik. Nuk e di kush ka uzuar që mos thuaj asgjë në intervistë, po s'na the asgjë. S'na the asgjë, asnjë lajm. Je e para këtu që më vjen këtu dhe s'më thua asnjë lajm. Unë nuk jam këtu marrë me thënë lajme. Po për çfarë? Jam marrë me diskutu. Po jo, diskutimin deputeti... Lajmet i bëjnë gazetarët, mediat. Jo, lajmet i bëni ju, ne i shkruajmë, ne i përcjellim. Unë ofroj diskutimin, kulturën teme politike, mendimin tem politik dhe këtë besoj që i sjella. Megjithatë, Mariana, unë të uroj suksese, ti je deputete e re, dhe të uroj me zëmër që të kesh sukses, por politika jonë, politika shqiptare është e vështirë, por ju të rinjt duhet ta ndryshoni atë. Nëse se ndryshoni ju, se me çfarë fole këtu nuk ndryshon asgjë. Po se ndryshohet dhe ju të rinjt, pastaj ne do votojmë vetëm ata që janë 80 vjeç e lartë pastaj. Thoni pastaj e ka fajin Saliu. Ju duhet të ndryshoni, ju thoni. Prania e trive në politik është diçka shumë pozitive dhe që kërkon edhe duhet të mbështetet, sigurisht që kena nevojë për mbështetje, ashtu mendoj edhe unë që nuk është një rrugtim i lehtë politika sidomos në Ballkan, sidomos në Shqipëri, por duhet provu dhe padyshim që duhen përdor të gjitha instrumentet e shnetshme për më ofru më të mirën publike. Okej, të falenderoj Mariana për intervistë. Faleminderit edhe ju.